kërkesën për opozitën që ne ta kemi presidentin, ju e dini, Lidha Demokratike e Kosovës, ne i kemi ftuar dhe ju kemi dhënë edhe hisën e qeverinë e Kosovës, duke filluar nga zamës kryeministri parë dhe 4 ministri, po ashtu ka qenë edhe pjesa tjetër ku i është dhënë kryetari i kuvendit, pasi që ata kanë thënë se neve po na intereson njëra për institucione më të rëndësishme. 3 pozita shtetore nuk mund t'i merrni. E njëra ka qenë kryetari i kuvendit, nëse nuk e dën hisën e qeverinë e Kosovës. Pastaj e kemi pas të njëjtën me Partinë Demokratike, ku i kemi ofru që të ndërrohen, pra le të bëhet Vlora Çtoka apo Bedri Hamza kryetari i kuvendit, dhe ata edhe nuk kanë marrë pjesë fare në diskutim, por edhe kërkesën tjetër të zotit Kurti, ku thot se ne po i kërkojmë 3 emra që ti deponoj Lidha Demokratike apo Partia Demokratike që ta kemi presidentin konsensual bipartijak, të cilën vetë opozita ka thënë që nga fillimi deri në fund. Dhe fatkeqësisht nuk kemi pas asnjë lëvizje nga opozita dhe ja ku jemi, kemi pritur edhe 2 ditë e fundit,